Kandidatja djathtë për Bashkinë e Durrësit Grida Duma bashkëbisedoi me banorët e Hamallajt, Hidrovorit dhe Radës mbi zhvillimin e bujqësisë së zonës. Unë ju them që e ardhmja ekonomike e Bashkisë Durrësit do të fillojë me kolonën e produktit bujqësor dhe do të mbështetet nga kolona që quhet turizëm dhe agroturizëm. Nuk e konsideroj si një situatë në cilën do ma kërkoj mua fermeri mbështetjen. Jo, e konsideroj si një situatë që ja kërkoj unë fermerit suksesin bujqësi, sepse është kolona ekonomike që do mbaj bashkinë nesër. Banorët ngritën shqetësimin mbi respektimin e pronës së tyre, ndërsa morën garanci nga Duma se prona e askujt nuk do preket dhe çdo zhvillim i saj do bëhet vetëm në mënyrë të ligjshme. Prona është e juaj, nuk duhet preket prona e juaj dhe zhvillimi i pronës të ndodh si pasojë e kontratës që do lidhni ju me këdo si pronar të ligjshëm. Kandidatja djathtë u zotua se shërbimi në komuna do shumë fishohet, nisur edhe nga kontributi në të ardhura që ato sjellin në buxhetin e bashkisë. Do t'i kthejmë të njëjtin nivel shërbimesh komunave që japin taksa dhe japin të ardhura më shumë. Nëse kjo komunë jep më shumë, do marrim më shumë shërbime në të njëjtin nivel. Grida Duma u ka përsëritur banorëve të Hamallajt se bujqësisë do t'i jepet vëmendja që meriton nga